Pse bie dikush në dashuri me ty? Sekretet e psikologjisë së Carl Jungut. Para se të dëgjoni këtë artikull, mos harroni të pëlqeni faqen tonë. Dashuria shpesh na duket si një magji e çastit, një shkëndij që ndizet pa shpjegim. Por sipas Carl Jungut, një nga psikologët më të mëdhenj të shekullit të 20, dashuria nuk është kurrë e rastësishme. Ajo drejtohet nga forcat të padukshme të pavetdijes që zbulojnë më shumë për botën tonë të brendshme sesa për personin që mendojmë se duam. Jung besonte se njerëzit bien në dashuri me ty për dy arsye të thella, të cilat shkojnë përtej pamjes, personalitetit apo sharmit sipërfaqësor. Le të zhytemi në këto arsye dhe të zbulojmë çfarë na mëson dashuria për veten tonë. 1. Ti përfaqëson diçka që atyre u mungon. E keni vënë re ndonjëherë se si njerëzit tërhiqen nga të kundërtat e tyre? Një person i qetë mund të magjepset nga dikush plot energji dhe shprehi. Një shpirt i strukturuar mund të ndihet i tërhequr nga kaosi i dikujt tjetër. Sipas Jungut, kjo nuk është rastësi. Kur dikush bie në dashuri me ty, shpesh është sepse ti mishëron një cilësi që atij i mungon ose që e ka shtypur brenda vetes. Për shembull, imagjino një person që ka kaluar jetën duke u përmbajtur emocionalisht. Kur takon dikë të hapur dhe të guximshëm, ndjen një tërheqje të fortë. Kjo tërheqje nuk është thjesht admirim, është një thirrje nga pavetdia e tij që i kujton një potencial të fjetur. Ti bëhesh një simbol i asaj që ata dëshirojnë të zhvillojnë të vetja. Por këtu ka një rrezik. Nëse personi nuk e kupton se ajo që admiron te ti është diçka që mund ta kultivojë vetë, mund të krijojë një varësi emocionale. Ata mund të mbështeten te ti për të ndier veten të plotë, në vend që të punojnë për të arritur. Dhe kur ti tregon natyrën tënde njerëzore, me të meta dhe kontradikta, iluzioni mund të prishet. Dashuria e bazuar vetëm në këtë mungesë rrallë i reziston kohës. 2. Ti zgjosh një imazh të fuqishëm të pavetdijes. Arsyeja e dytë që dikush bie në dashuri me ty është edhe më e thellë. Jung foli për dy arketipe të rëndësishme: anima, imazhi i femrës brenda një burri, dhe animus, imazhi i mashkullit brenda një gruaje. Këto nuk janë thjesht preferenca personale, por figura të brendshme të formuara nga përvojat tona të hershme, sidomos me prindërit dhe nga simbolet kolektive të kulturës, mitologjisë dhe psikologjisë njerëzore. Me kalimin e kohës, këto arketipe bëhen si shabllone emocionale që ne i mbajmë pa e ditur. Kur takojmë dikë që përshtatet me këtë shabllon, ndjejmë një lidhje të menjëhershme, pothuajse mistike. Mund të duket sikur e njohim atë person prej gjithmonë, sikur është fati apo një shpirt binja. Por Jung do të na paralajmëronte, kjo nuk është një rastësi kozmike. Është pavetdia jonë që sheh reflektimin e një imazhi të brendshëm. Për shembull, një grua mund të ndihet e tërhequr nga një burr që i ngjan animusit të saj, ndoshta një figurë që përfaqëson forcën ose sigurinë që ajo ka kërkuar gjithmonë. Por problemi është se ajo nuk po dashurohet me personin e vërtet, por me një fantazi të projektuar mbi të. Kur realiteti i personit, me të gjitha të metat dhe kompleksitetet e tij, fillon të dalë në pa, iluzioni prishet. Kjo është arsyeja pse shumë lidhje të zjarrta fillojnë me eufori dhe përfundojnë në zhgënjim. Dashuria si pasqyrë e vetes. Edhe pse projeksionet mund të çojnë në zhgënjim, Jung nuk i shikte ato si gabime. Përkundrazi, ai besonte se dashuria është një mjet i fuqishëm për rritjen personale. Çdo person që dashurojmë ose që na dashuron është një pasqyrë e botës sonë të brendshme. Disa njerëz nxjerrin në pa potencialin tonë të fshehur, të tjerë na përballin me frikërat ose pasiguritë tona. Të gjithë shërbejnë për një qëllim, të na ndihmojnë të bëhemi më të plotë. Jung e quajti këtë proces individuacion, rrugëtimi për të bërë versionin më i vërtetë dhe i integruar i vetes. Kur dikush bie në dashuri me ty, ti bëhesh një simbol i diçkaje që ata kanë nevojë të zbulojnë ose të zgjojnë. E njëjta gjë vlen edhe për ty njerëzit që të tërheqin, sidomos ata që të lëndojnë ose të ndryshojnë, nuk janë të rastësishëm. Ata janë katalizator për evolucionin tënd të brendshëm. Si të shmangim kurthet e dashurisë. Një nga mësime më të rëndësishme të Jungut është se dashuria mund të na bllokojë nëse nuk jemi të vetëdijshëm për modelet tona. Nëse vazhdojmë të dashurohemi me të njëjtin lloj personi ose të përsërisim të njëjtat zhgënjime, mund të jetë pavetdia jonë që po përpiqet të na mësojë diçka. Çelësi është të njohim projeksionet tona dhe të punojmë për të integruar ato brenda nesh. Kur arrin të kuptosh se çfarë tërheq të tjerët dhe çfarë mungon te vetja, fillon të çlirohesh nga nevoja për të u plotësuar nga dikush tjetër. Dashuria e vërtetë, sipas Jungut, nuk ka të bëjë me gjetjen e personit perfekt, por me zbulimin e atyre pjesëve të vetes që presin të shihen. Është një rrugëtim për të bërë i plot brenda vetes, që të mund të duash lirisht dhe sinqerisht. Përfundim, dashuria si zbulim i vetes. Të pyesësh pse dikush bie në dashuri me mua, është njësoj si të pyesësh çfarë po përpiqet të zbulojë shpirti im. Sipas Jungut, dashuria është gjithmonë një udhëtim i kthimit te vetja. Njerëzit që dashurojnë ty shohin diçka magjike, dhe është e vërtetë, por kjo magji qëndron në atë që ti zgjon brenda tyre. E njëjta gjë vlen për ty çdo lidhje, sado e bukur apo e dhimbshme, është një ftesë për të njohur veten më mirë.
Herën tjetër që ndjen një tërheqje të fortë ose dikush të dashuron thellë, ndalo dhe pyet, çfarë po zgjohet brenda meje tani? Kjo pyetje mund të jetë hapi i parë drejt një dashurie më të thellë, jo vetëm me të tjerët, por me veten tënde.